është me rëndësi me cekë se këta të njëjtën ngarkesë janë mërnu me Peru edhe në 2019. Njëjta data vish në 2019, tash një vit më vonë po thonë, edhe në 2019 janë zonë për EULEX-it, sepse tash nuk e kanë qitë aty në end-user Kosovo Police, po e kanë qitë gjëja për nevojat e EULEX-it. Edhe në atë kohë EULEX-i e nxanë edhe domethënë që dihet edhe publikisht që bastiset Ministria Punëve të Brendshme. A ke dokument rreth kësaj pune që po thu, që e kanë nxjerrë EULEX-i, ka dokumentacion ekziston dosja? Po, jo dosjet në prokurori speciale edhe në EULEX, po. Që këta e kanë keq përdorur do thotë emrin e EULEX-it, ha? Pikërisht. Edhe kanë ndoshtë thjesht kjo quhet në terminologji juridike kontrabanda, po? Po, kjo quhet kontraband, po edhe është i njohur për publikun si skandali i armëve që ka ndodhur në Ministri i Punëve të Brendshme. A u arrestu dikush, a u morën pyetje sipas informacionit ti që e ke? Sipas informacionit unë që kam këtu janë arrestu, po janë arrestu edhe zyrtarët brenda Ministrisë të Punëve të Brendshme, po që është për çuditës është se ky person nuk ka arrestu. Personi që i kishte mbikëqyrë zyrtarët e vet që janë arrestu, nuk është arrestu.